Bashkëdhetari Esad Berisha është shumë i lidhur me Kosovën dhe kohë më parë ka investuar në rregullimin e një plantacioni në afërsi të fshatit Lashnë në sipërfaqe prej 4 hektarësh për kultivimin e një nga frutave me veti të rralla mjekësore Aronia, duke themeluar edhe fermën me emrin Arti Fruit SHPK. Përvarësuesi i kësaj ferme, Neslimani, flet se si lindi ideja për ngritjen e këtij plantacioni para më shumë se 3 vitesh. Ai tregon se hapja rrugës deri tek plantacioni dhe sigurimi i ujit pa përbërës kimik për shkak të përkushtimit që ky frut të jetë 100% natyral kanë qenë vështirësitë e para. Ai thot më tej se kërkesat për këtë frut janë të mëdha dhe për momentin jemi kryesisht të fokusuar për tregun vendor. Ne presim mbështetje nga institucionet për fuqizimin e fermerëve që merren me kultivimin e Aronias, në ngritjen e kapaciteteve dhe dëpërtimit edhe në tregun ndërkombëtar. Plantacioni është i bashkëdhetarit të nderuar, vllaut ton të ndershëm, i cili jashtëzakonisht ka dhënë një kontribut të madh edhe në rrafshin humanitar dhe dashuria e madhe për atë dheun që e ka bërë që edhe këto 4 hektar komplet me fuqinë e vet financiare ta rregullon fillimisht tokën për një kohë gjatë, ta plerosën dhe krejt gjithsej këto 4 hektar pasi që i ka ble, i ka investuar domethënë hollat e veta në dheun e vet dhe ka mjell këtë bimë jashtëzakonshme e cila është profitabile e madhe për shëndetin e njerëzit. Kështu që krejt ky angazhim është i pari do të janë qytet me këtë mos them edhe në gjithë Kosovën që ka këtë hapësinë të madhe si frut i ri që ka dëpërtuar në tregun kosovar, mirë po që në realitet kemi hasur në vështirësitë e para, sidomos hapja rrugës ka qenë problematike, mandena kjo Aroni funde krye bëhet në mënyrë bio, domethënë madje aq shkohet aq thellë puna sa që nuk ujitet as me ujin e qytetit, për arsye se kemi frikë që ndoshta uji mos po vjen prej elementeve të ndryshme të cilat janë kimikate të pastrimit e diona dhe dëmtojnë kryesisht këtë frut. Ky frut mos i meq vetëm është efektet shëndetësore i ka të jashtëzakonshme, padyshim që duhet rritur edhe i shëndetshëm, duhet rritur edhe bio në fundën krye. Po folin rrethanat që neve jemi të kultivuar. Andaj edhe prej fermerit ose shefit ton i cili e ka para pa këtona, me që edhe është haxhi, e ka dhënë domosdoshmërisht me qenë gjithçka brenda parametrave të halalit, domethënë më rrit brenda parametrave të halalit. Ky frut shërbehet si në formë çajes, shërbehet në formë natyrale, kështu si mlidhet, edhe kryesisht më shumti që përdoret shkalon në formë të langshme. A keni trega, mund ta plasoni teknika? Dhe cilat janë ka kërkesa? Padyshim që kërkesat janë shumë të mëdha. Me që është edhe plantacioni më i madh në qytete më gjerë, tregu i Kosovës, ala qytetarët e Kosovës janë njohuri e sipër për këtë frut dhe nuk i dinë të mirat, të cilat janë të panumërta, që janë ndërkombëtarisht të njohshme, domethënë sidomos problemet vaskulare, problemet e infeksioneve, problemet e ndryshme të cilat i paraqiten njeriut, probleme me lukte, probleme neurologjike, të cilat jashtëzakonisht sasia e dur me rekomandimin e mjekut do të ndihmonte në formatin më të mirë të mundshëm që një njeri me qenë me jetu i shëndetshëm. Dhe për këtë arsye sasia duhet me qenë e rekomanduar, mjaftueshme për mosha të caktuara dhe neve këto që afrojmë në tregun tonë është në tregun e mbrëmshëm, sepse për me dalë në tregun e jashtëm sigurisht që i nderuari Esati që shefi që e ka para pa duhet kontratat që lidhen me vendet e jashtme duhet me qenë sasi jashtëzakonisht më të mëdha se kjo. Neve sigurisht që në të ardhmen e kemi menuar edhe këtë punë brenda 3-4 vjetë që duhet mu hap edhe më shumë, edhe me fillu edhe prej fermave tjera që janë më të vogla se plantacioneve më të vogla se jona, me i marë dhe me i deponue tek ne, mirë po paraprakisht duhet me hulumtue se me çka po ju shqenjë, sepse tregu ndërkombëtar kërkon cilësit, kërkon kualitet, dhe neve jemi ata që afrojmë kualitetin, mirë po për tregu ndërkombëtar duhet sasi jashtëzakonisht e madhe. Për këtë arsye edhe kemi oferta edhe prej plantacioneve më të vogla, mirë po që në realitet nuk mundi me i marë sepse nuk e di me çka u bën. Ju i përmend disa probleme, po në fakt për zgjedhjen e këtyre probleme kërkohet edhe ndihma institucioneve, padyshim. A keni kërkuar një zot? Thash në fillim, bashkëpunim me shefin, unë si përfaqësues i kemi vënë në llogari, domethënë edhe ato të cilat na mungojnë. Deri më sot gjithçka që është investuar këtu, çapo shohim për rreth,
po besoj edhe në vende tjera se kemi edhe 2-3 plantacione më të vogla se 4 hektar. Neve kret me forcat tona I kemi pru deri këtu. Domethënë shefi kret me forcë gjithçka që ka punu ka pru me forcat e veta. Fatkeqësisht për shkak të rrethonave që ndoshta komuna ende nuk e ka pa të arsyeshme, nuk kemi mujt me tërheq ndonjë donacion. Për shembull kemi nevojë për frigidera, për me tubue dhe kemi nevojë që kjo e kërkon një farë përkujdesje pak më të shtuar sepse duhet koha e vjeljes më kone sakte. Për këtë arsye kemi teknolog ekstra që merret me këtë punë dhe pastaj edhe tubimi kur bën duhet me ditë sa po rrije, sa që më konë tamam me marrë të gjithë elementin kyç I cili është I nevojshëm. Andaj për këtë arsye edhe kemi kërkuar rrugën që po shohim ardhen deri këtu, po besoj që ndoshta ka të shkoni ose mundi me marrë incizime, është bën komplet prej kompanisë Arti Frut, e cila e ka hapur rrugën, mandena kemi probleme me rrymë, ala vazhdojmë me qenë me agregat, na thamë me ujë nuk e marrim të shtetit sepse kërkohet kemi qel puse ekstra, pe puseve duhet mund nxjerr prapa ajo kërkon rrymë, andaj me drejtorinë së fundmi me drejtorinë e bujqësisë në qytetin e Prizrenit, po besoj që edhe ftesat që I ka bërë drejtoria më lart ministri e kanë parasysh, kanë shfaq interesim që dojnë me na ndihmue dhe falenderoj Zotin që edhe mediat si vjet duke përfshirë edhe juve keni shfaq interesim edhe problematikën tonë, po e venin pa që gërbeçar ton, sidomos sipërmarrësit që janë edhe në Zvicër edhe këtu që po investojnë, kanë nevojë për një mbështetje dhe po shihet ditë më shumë që investimin e tyre po kalojnë në bujqësi. Përveç këtij plantacioni dhe disa pronave tjera, padyshim se e përmendet edhe faktin e eksportimit të tyre jashtë Kosovës, po cilat janë planet tjera për fuqizimin e kësaj? Po sigurisht në momentet se kërkohet edhe toka me qenë e përshtatshme, kërkohet toka mos me qenë fatkeqësisht ndonjëherë helmuar me djegme, duhet më qenë toka siç e kemi gjetë këtë tokën, domethënë që është e ble me rishtas edhe që është e punuar me funden krye prej nesh. Planet tjera përpos kësaj do të hapet, domethënë në fillim kur të fillojnë pak me na ndihmu edhe nëse e shet arsyeshme shteti jonë, që po besoj që do ta sheh, po për shkak të angazhimeve të ndryshme edhe kohë pandemisë që po kalojmë. Besoj që ka me pas vullnetin e mirë, sepse jemi popull që e dojmë të mirën, andaj e dojmë mirësinë, po besoj që edhe udhëheqja jonë, qoftë Ministria e Bujqësisë, qoftë udhëheqës tjerë që do të na ndihmojnë këtë rast, neve nuk e kemi problem për toka, për prona, kemi problem që më na ndihmojnë sepse po kushtojnë edhe punëtorët. Tash shefi nuk po mundet me qenë vazhdimisht këtu na, mirë po angazhimi na ka ra përsipër neve, kështu që edhe nuk është në rregull vazhdimisht me shqetësue për shkak të angazhimeve të ndryshme që kanë perëndim. Megjithatë shtimi I pronave ka me na bën neve me qenë prej fuqive kryesore në Ballkan, të cilët e tubojnë aroninë dhe të cilët e eksportojnë jashtë vendit. Rasim Hoti prej ngritjes së këtij plantacioni është pjesë e tij. Ai tregon se si punohet në kultivimin e aronjas. Synimi ynë është që prodhimi të jetë tërësisht bio, ndaj dhe frutat e aronjas në parcelën tonë po rriten përmes pleut organik dhe ujit, ndërsa tregon se vjelja e këtyre frutave është koha që kërkon më shumë angazhim në punë. Ne kemi filluar në vitin 2017. Kjo këtu ka qenë kret lugë therr. Kemi punu 2017 ne kemi vjel, si vetë është viti i tretë. Aronijet zakonisht janë bio. Këtu ofer e kemi e qytetit vjen mirë, por nuk guxojmë I vadet me atoj, sepse ka pesticide ujnat ndotura më shkurt, e kemi bunorin atje me bunori vaditëm, për me dal bio fruti. Kurse me ushqim jemi me plet deleve. Tjetër ushqim doman nuk preferohet. Mujm kimi për me rreth, ama nuk ja vlen, nuk del bio. Sa është e vështirë të punohet aronja? Cilat janë vështirësitë? Vështirësitë I kemi më shumë te vjelja. Doman vjelja na merr kohë shumë edhe na kushton shumë. Llogaritë dikun 30 herë na del dita për një punëtor. Edhe shkon shumë gadal se kokrat janë timta, nuk është sikur rrushje vjelesh me kalavesha, më këtu duhet kret kokër për kokër. Sa herë në vit bëhet vjelja aronja? Një herë në vit. Doman është mesi gustit deri në fund gustit. Të duhet doman mëna 5 ditë kur fillojmë me vjel, duhet më kry vjelja pa tjetër sepse fillon tiret vet aronia dhe ne humbim doman në kilazh, në kilogram.
I riu Faton Tahiri tregon për angazhimet e tij ditore në këtë plantacion dhe se për asnjë moment nuk i paraqitet ndonjë vështirësi në punët që kryen ai. Puna që e bojna këtu është prej fillimit, domethënë që e bojna vjen prej ujitjes, plejhet, pastaj vjen deri te vjelja, ku është puna më e rëndësishme që bëhet te aty. Si mund na përshkruani një ditë punës që keni, sidomos në këtë kohë kur bëhet edhe vjelja e Aronias? Ne kemi mbi 40 punëtor çdo ditë që bëhet vjelja. Normalisht fillon qysh mëngjes pi orës 5-6 në vjelja, deri ka ora 5-6 në mbrëmje ashtu. Mirë është, po fatkeqësisht e kena dillin pagaden që na mundon se është vend i hapur, këtu janë mbi 4 hektar, po mirë, kryesisht mirë është. Jeni ndër të rrallë të rinj që merreni me këtë punë. Kujtësisht. Ju paraqet ndonjë vështirësi? Jo, nëse e bën një punë me vullnet, nuk është as diçka për mëqesh ose diçka e rëndë, varet për personit i cili e dallon punën ose që e ndan për vetin një punë. Aktualisht, fokusi kryesor i punëve në këtë plantacion është vjelja Aronias, në të cilën janë të angazhuara mbi 40 gra. Naxhie Shasivari thotë se përkundër motit të ngrohtë dhe temperaturave të larta nuk hasën ndonjë vështirësi, ndërsa thotë se së bashku me kolegët e tjera përmes punës në këtë plantacion po sigurojnë mjete materiale për të mbajtur gjallë familjet e tyre. Rap dobar, nije teško. Nuk kemi vështërsi, po punojmë, pak po na mundon ky diell që po ngro shumë, ve duhet të jemi të kujdesshëm për të mbledhur çdo kokër të Aronias, po duhet të punojmë sepse duhet të mbajmë gjallë familjet tona. Pronarët e fermes Artifruit SHPK nga viti në vit duke zgjeruar me sukses parcelat me këtë frut të çmuar si për shihen e veçantë ashtu edhe për vetit shëruese, synojnë të shndrohen në fermat kryesore për kultivimin e Aronias jo vetëm në rajon.